Epizodi 18 i sezonit 6 podcastit Flasim dhe para se të flasim, fillojmë me shënimet e javës. Dje në 9 maj, në ditën e Europës, Shqipëria e gjeti veten më pranë se kur Bashkimit Evropian. Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord. Marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani më Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht, ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo sektor. Reforma në drejtësi, transformimi i administratës, digitalizimi i shërbimeve, modernizimi i ekonomisë, investimet dhe transformimet në energji, infrastrukturë, standardet e reja në sektor strategjik nuk janë pjesë shkëputura dhe asnjë listë fjalësh pas të cilave ka pak përmbajtje, por janë hallkat e një zinxhiri gjithnjë e më solid të ndërtimit të shtetit evropian të shqiptarëve. Prandaj 9 maj nuk është për ne vetëm festa e Europës, por është edhe momenti kur marrim frymë me një ndjenjë legjitime krenarie dhe ecim përpara për të arritur majën që tani më është e arritshme me thjesht dhe vetëm angazhim dhe vullnet. Javën që po lëm pas, Tirana mirëpriti sesionin hapës, preludin e Kongresit Botëror të Ligjit, një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e shtetit të së drejtës, që vjen në Shqipëri dhe për të cilën Shqipëria bëhet mikpritse. Diçka e pa imagjinueshme deri disa vite më parë, sepse kjo nuk është thjesht një ngjarje për turizmin, kjo nuk është thjesht një ngjarje për zhvillimin ekonomik, kjo nuk është thjesht një ngjarje për të mbledhur bashkë ekspert të një fushë apo një fushë tjetër për të folur për një sektor. Kjo është një ngjarje që përcakton një epokë, që përcakton hapjen e një epoke tani më të konfirmuar nga respekti i platformës së Kongresit Botëror të Ligjit, që nuk do të vinte kurrë në Shqipërinë deri disa vite më parë, sepse nuk do të kishte asnjë mundësi të fliste dhe të referonte nga ky vend për sundimin e ligjit, për përkushtimin e shteteve demokratike ndaj sundimit ligjit dhe për vullnetin e shumicave qeverisëse për të garantuar paprekshmërinë e sistemit të drejtësisë. Dhe fakti që Tirana zgjidhet sot për të mbledhur figura kaq të rëndësishme në fushën e së drejtës, jurist, ekspert, protagonist të betejave për të drejtën në historinë tonë bashkëore, lidhet pikërisht me konfirmimin e këtij
transformimi. Kështu që është edhe një herë tjetër një arsye për të qenë jo thjesht krenar për reformën në drejtësi, por të vendosur për ta çuar atë përpara, duke i qëndruar besnik atij hapi dhe atij vendimi historik që kemi marrë për të ndarë politikën nga drejtësia, për të ndarë pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ nga pushteti i drejtësisë dhe për t'ja dorëzuar shpatën e drejtësisë zonjës së drejtësisë, e cila ka nevojë në Shqipëri të mbështetet, të ndihmohet, të mirë kuptohet në një proces ku jo vetëm shpata, po edhe sytë e mbyllur dhe peshorja për të qenë e barabartë dhe e drejtë me të gjithë, janë pjesë e kësaj përpjekje të madhe dhe të përbashkët. Java ka pasur edhe një tjetër moment me rëndësi për të shënuar, lançimin e programit EU for Municipalities, Europa apo Bashkimi Evropian për pushtetin vendor. Faza e dytë, një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian, që lidhet drejt për drejt me modernizimin e qeverisjes vendore, me forcimin e rolit bashkive në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe me rritjen e kapaciteteve të tyre për të bërë më të gatshme që të jenë konkurruese në përpjekjen për të thithur më shumë nesër fonde nga Bashkimi Evropian. Ky program bën pikërisht urën ndihmëse për të përcjell më shumë dije nga Bashkimi Evropian drejt bashkive tona, për të rritur vetdijen e tyre për rolin që kanë në raport me Bashkimin Evropian në një vend që nesër bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, unë besoj se ky program është një fakt që vjen në kohën e duhur, si pjesë e tërësisë së fakteve që provojnë se Bashkimi Evropian është gjithmonë më pranë, se Shqipëria është gjithmonë e më shumë një vend që shihet si antar i Bashkimit Evropian, jo në të ardhmen e largët, por në vitet që vijnë. Këtë javë postova një analizë të bërë nga një startup djemsh të talentuar shqiptar me inteligjencën artificiale për të grumbulluar dhe vlerësuar kahjen e qëndrimeve mediatike e artikujve dhe vlerësimeve, komenteve në median tradicionale dhe në median online në raport me politikën. Dhe e postova sepse ishte një pasqyrë që mua personalisht nuk më surprizon, pasi unë dhe ne dim shumë mirë realitetin faktik të raportit mes medias dhe qeverisë dhe shumicës qeverisë, që nuk është gjëkundi realiteti i pretenduar nga ulëritësit që nuk din ç'të bëjnë tjetër me lirinë e medias përveç se të ankohen për mungesën e lirisë, por që ishte një pasqyrë sipas meje e vlefshme për t'u ndarë me shumë kënd që do të informohet, me shumë kënd që është interesuar për faktet dhe me shumë kënd që në të gjitha rastet nuk e humb respektin për faktet dhe nuk hyn në luftë me faktet, se kur faktet provojnë një opinion të ndryshëm nga i tij apo e saj. Dhe në këtë pasqyrë rezulton qartësisht se nga gjithë tërësia e produkteve të medias në raport me politikën, 60% e kohës televizive në Shqipëri në total
e merr opozita në kuptimin e qëndrimit anti-qeverisë. Një pjesë tjetër analiza faktike e nxjerr si të balancuar dhe një pjesë shumë të vogël si pro-qeverisë. Ndërkohë që po e njëjta situatë pak a shumë është dhe në median online, pra në portalet, të cilat anojnë qartësisht nga fronti, nga kampi, nga fusha e atyre që janë kundër qeverisë. Dhe për këtë mua sinqerisht më vjen mirë pasi bëhet e qartë që këtu nuk jemi në një vend media është të kapura, këtu nuk jemi në një vend ku mbyllen gojët e atyre që flasin, komentojnë, argumentojnë, shkruajnë kundër qeverisë, por këtu jemi në një vend që si rrallkund tjetër dominon pikërisht e kundërta e atij dominimi që i karakterizon vendet me media të kapura, ose me media që i shërbejnë regjimeve, ose autokracive elektorale. Kështu që thënë të gjitha këto, unë kam një teori shumë të thjeshtë, edhe për arsyen pse çdo përpjekje për të kapur mediat është një përpjekje që nuk të çon në fitoren e zemrave dhe të mendjeve të njerëzve, dhe nga ana tjetër, patjetër që duke i lënë të lirë të gjithë thonë ato që duan, njerëzit e kanë pastaj më thjesht që të bëjnë dallimin mes atyre që bëjnë punët, atyre që përpiqen çdo ditë, atyre që edhe rrëzohen, por rrëzohen në një përpjekje për të ecur përpara, dhe atyre që shtriqen në për koltuk dhe ulërin në për gardhet e pakapërcyeshme të vetvendosura nga mungesa e vizionit, nga mungesa e programit, mungesa e leadershipit, mungesa e shumë çkaje tjetër që karakterizon sot atë kamp në tërësi, dhe nuk flasim vetëm për një parti, se flasim për tërësinë. Kështu që ky është një shënim që e zgjodha për të mbyllur këto shënimet javës, duke qenë shumë kurios për të parë vazhdimin e analizave të bëra nga një program tërësisht i pa akuzueshëm për anësi dhe i vendosur mbi forcën e inteligjencës artificiale. Më ka ndodhur shpesh që të marr mesazhe nga deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Më ka ndodhur të marr edhe një mesazh nga deputet të Parlamentit të Italisë apo të Greqisë. Më ka ndodhur të marr ndonjëherë edhe emaile nga grupe parlamentarësh të ndonjë vendi tjetër që kanë kërkuar një takim për të folur edhe me mua gjatë një vizite në Shqipëri. Por nuk më ka ndodhur që të marr një kërkesë nga një deputet i suedis për të folur në podcast. Edhe është vërtet një kënaqësi e veçantë edhe privilegj, me thënë drejtën, që të kemi një përfaqësues parlamentit suedez këtu në Tiranë, i cili është suedez që flet shqip. Dhe ka lindur sigurisht në Suedi, por në vena ka 100% gjak shqiptari. Dhe jo shqiptar do si do, po shqiptar nga Trenica. Ky është Arbër Gashi. Të falenderoj Arbër për begenisjen, sepse je ti që po më begenis mu, nga mund që po të begenis ty.
edhe për letrën që ke çuar për të ardhur në këtë podcast. Më vjen shumë mirë, nuk e prisja do të thirrjen, ndoshta Si se nuk jo e të angazhom edhe vetë. Si nuk e prisje, po e bëra gjithë për shkrimin. Deri është i gjithë i imi kur i thon Më fjalës. vjen shumë mirë, kryeminist, faleminderit shumë. Në ndërkohë, më vjen shumë mirë po ashtu që për herë të parë në mos gabohem, kam privilegjin që të kem këtu një nga heroinat e heshtura të shqiptarisë, kështu i quaj unë, që janë mësuese dhe gjuhës shqipe në emigracion. Dhe me këtë rast dua t'i përshëndes të gjitha dhe dua t'ju përcjell edhe gjithë grupit të mësuesve që erdhën nga Greqia në samitin diasporës, përshëndetjen mia dhe t'i siguroj ato dhe gjithë mësuesit e tjera që programi i Mësues për Shqipërinë do të shkojë duke u fuqizuar vit pas viti, me degët, mësues për Greqinë dhe mësues për Italinë, dhe do të shtojmë numrin, do vazhdojmë të sponsorizojmë me buxhetin e shtetit këtë punë fantastike. Dhe unë i them heroinat heshtura sepse ka shumë arsye për ta thënë këtë, po besoj që Drita Gjongecaj do na ndihmojë që t'i shtjellojmë këtë arsye. Dhe fundit, po jo për nga rëndësia, më vjen mirë që bashkë me Arbërin dhe Dritën është këtu një personalitet i fushës së mjekësisë, e cila vjen në këtë tryezë me eksperiencën e krijuar në Itali dhe njëkohësisht edhe si hulumtuese në fushën e inteligjencës artificiale për një fushë të rëmitarisë së mjekut që është gjithmonë më e minuar, e cila është onkologjia, pasi kanceri po bëhet gjithmonë më i pranishëm në jetët tona, me gjithmonë më shumë njerëz që dalin me kancer. Dhe në ndërkohë, paralelisht me numrin e rritur të rasteve, rritet dhe shpresa se teknologjia dhe transformimet e mëdha që po ndodhin do t'i japin më në fund përgjigje pyetjes që e ka munduar shkencën për shumë dekada. A mundet ta shërojmë përfundimisht kancerin? Dhe Arsela Prelaj është njeriu që do na ndihmojë të kuptojmë më shumë sot. Në një bashkëbisedim ku në fakt si gjithmonë motivi i ftesave dhe motivi i kohës kaluar së bashku është promovimi në publik i shembujve të gjithë atyre që nuk janë në faqet e para përgjithsisht, nuk janë në titujt e portaleve, të kanaleve, nuk bëjnë zhurmë, por janë shqiptarët që bëjnë sukses me mundim, me sakrifica, me ide, me vullnet madh dhe mbi të gjitha me vetdijen e fortë që asgjë nuk është e pamundur për atë që është i gatshëm ta ndjeki ëndrrën e vet. Dhe me lejen e dy zonjave po e filloj nga minoriteti, se e kemi minorancë sot djalin, megjithëse barazimi ai po mos quhem unë. Kështu që me lejen e dy zonja duke qenë se edhe zonjat vet besoj më kuptojnë kur them që është shumë veçantë, kemi një deputet të Parlamentit Suedis, aq më tepër i Partisë Socialdemokrate. Kështu që po e filloj drejt për drejt si u bore deputet në Suedi. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, jemi sinqert. Unë politiken kur nuk e kam ndjekur si profesion, nuk ka qenë kur qëllimi im. Si
djalë i lindur dhe i rritur Suedi, po me preardhjen dhe me frymën e Drenicës nuk kam në imagjinatën time të Krist nuk e kam besuar se do bëhem deputet i një vendi aq zhvilluar demokratik si sa është Suedia. Por isha 14 vjeçar kur nisa rrugtimin tim politik, hapom një degë të forumit rinor në qytetin ku jetoja. Cilin qytet? Është një qytet i vogël thret Ljungby në Se s'kishin ata degë forumit rinor? Ishte s'ka pas për 30 vite nuk ka pas. E shef ç'a thot shef menin e shqiptarit. E pash mundësinë dhe kapa. E shef menin e shqiptarit. Ja, do më prit. Do të thonë një parti legjendare si Partia Socialdemokrate Suedeze. Shkon shqiptari atje, shef hapësirën, shef boshllokun aty, bën degën. Ashtu ishte për 30 vite nuk ishte. Edhe ti je themelus i asaj degë, po. Bashkë me vllajën tim Labinotin. Hajde gjej me shqiptarët. Dhe formum degën u mirëprit shumë nga përfaqësuesi e Partisë Socialdemokrate në atë vend dhe për vitet me radhë u angazhova në mënyrë vullnetare në kohën e tim të lirë. Mas studimeve, në vikendeve dhe kur u shpërngula nga qyteti Ljungbyt në qytet Halmstad ku akoma jetoj aty studiova dhe shkencën politike, vazhdova aktivitetin tim politik atje dhe me komas zgjedhje mas zgjedhje fitova besimin sidomos të anëtarët partisë tonë dhe ngaroja për herë të parë për parlament në zgjedhjet e kaluara, që ishin në 2022-ën, nuk e fitova dot mandatin, ishim shumë më afër. Por në listën tonë për deputet nga partia jonë dhe në rajonin jonë, në top 4-shin ishim 3 me prejardhje shqiptare. Është Adnan Dibrani, që sot është deputet në Parlamentin Evropian, është Aida Birinxhiku, e cila u bë deputetja më e re e këtë kuvendit suedez, si 23 vjeçare kur e fitoi mandatin, dhe isha unë. Edhe nuk e kapa dot mandatin për 500 vota, jo personale, po të tërë partisë, se ishte gjysmë përqindje. Por kur ishin zgjedhjet e Parlamentit Evropian dhe Adnani kandidoi dhe fitoi mandatin, ai u nis për Bruksel dhe unë revendsova atë në Stockholm. Kështu që 2 vite jam deputet i Parlamentit suedez, ka qenë ditë e veçantë për mua, 9 qershori, sepse u bëra bab dhe deputet në të njëjtën ditë. Të morsh atë ligë. Djalë bëra apo vajzë? Një djalë Ademin. Si mbas traditës, që unë nuk e du fare atë tradit me thënë drejtën, për mbas traditës edhe aty pushka topën. Absolutisht. Unë mendoj që djemët janë bekim, po dhe vajzat janë po isoj, që unë nuk e... Bashortën e kam 7 zanë, presim 15 maj dhe kemi vajzë që do Po që do më nga jeta që ty jeta ti sill ka të gjitha si që do. Bravo të qoftë. Vjen mirë dhe me punë, me nder, me sakrificë, bën tëna dhe e kam kuptuar në jetën time. Shkaku edhe pyetjes se bëra si u bëra deputet, e kam kuptuar një gjë. Jo, po çdo gjë mund ta mendoja. Po atë moment ku e ke kap fillin që i vogël, atë nuk do më shkon dhe mirë. Që ke shku atje dhe ke kriju degën që s'pas ka ekzistu i pas tonë për një parti legjendare si ajo, edhe me herë je bo i rëndësishëm se kanë thënë, pas kemi një aset të pashfrytzuar, kështu që realisht respekt. Po besoj se kështu shkon të jetën, do të thonë, duke bërë maksimumin, në atë pozitë që e ke, ose i forum në forum, nuk janë teori këto, ky quhet, këto nuk bëhen këto me përgjithësime. Ky quhet talent, dhunti, gut feeling, edhe patjetër nuk diskutohet, pastaj fat. Jo, edhe fati ka pjesën e saj. Fati ka pjesën që të çojë ka i qyteti, në base. Edhe personat rreth që të besojnë, që të shohin. Po ato i ke botimet besu, po nuk e di domosdoshmë, bravo të qoftë, unë shumë respekt. Vjen shumë mirë. Ndërkohë t'ja kalojmë pak fjalën zonja apo do flasësh? Jo, në rregull jam, unë kam foltorin në kuvend ku flas shumë, sepse në rregull jam. Si e keni atje në kuvend? Sa minuta keni për të folur atje? Varet prej çfarë debati zhvillohet, kur e ftoj një ministër për një debat për një çështje që ngrision, janë 6 minuta plus 4 plus 4. Por kur kemi debat për ndonjë reformë që do bëhet, e kemi pa limit. Pa limit. Po do të shënohet një herë. Se unë e kërkoj fjalën për 10 minuta, po nëse kaloj 10 minutshin, nuk ka vretje, më thënë vazhdon. Po,
edhe ne kemi respekt për njëri tjetrin për kohën që të gjithë e bërë, kështu që mundohemi të jem sa më Si të duket për shembull kur shef parlamentin shqiptar, çfarë ndjesi e ke kur shef parlamentin E shqiptar? do të vërtetën, Po du vetëm të vërtetën, po. do them me plot sinqeritet që gjua që shumë herë dëgjoj përçarse nga kovendet, jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të Kosovës, është duke përçar edhe diasporën. Ne mund të bëjmë sa summite duam, sa konvente apo këshilla apo borde, por nëse gjua nuk është më unifikues në Shqipëri, brenda partijake dhe brenda, domethënë kurizës politike të mbrëmshme, besoj se këtu përpjekje deri diku bën edhe kot, sepse po shoh edhe një përçarje në diasporën shqiptare në Suedi, sidomos ato të Kosovës, ku etiketohen njerëz pas preferencës politike që kanë Kosovë, po është për shoni regres në këtë perceptim dhe nuk e kuptoj fare. Është më keq se përçarse, më ndërru. Është denigruese edhe përçarse politikisht po, por është vetëm niveli i parë. Niveli më i lartë për keq është denigrimi, sepse përçarsja bën atë që the, çon tek tifozët mesazhin që kur shihni një përfaqësues të skuadrës tjetër, bëni të njëjtën gjë, sulmoni. Denigrusja çon tek populli dhe përkatësisht tek brezi i ri, te ata më të rinj, mesazhin që kështu bëhen gjërat në jetë. Kështu ja del mbi tjetrin, duke mos i lënë gjë pa thënë, dhe me qënë se theja është regres, është e vërtet në një aspekt. Dikur, Parlamenti i Kosovës ishte model në aspektin e komunikimit mes palëve. Shqipëria e infektoi dhe Kosovën. Për mu, morën shembull nga Shqipëria dhe shkuan në një nivel tjetër, pra ranë në të njëjtin batak. Sha njëri, e sha tjetri, bjeri njëri, e bjeri tjetri. Po, normalisht do thoja është proces mësimi, po kam frikë se nuk është proces mësimi. Për shkak se shkon tani më paralelisht me degradimin e komunikimit botërisht. Pajtona. Se në Suedi nuk e di. Dhe të besoj që s'ka ardhur akoma kjo sëmundje. Po shoh tendenca. Eksakt, pra, por po të shohësh Italinë, të shohësh Greqinë, të shohësh Francën, të shohësh Spanjën, çfarë bëjnë në Spanjë. Britaninë e Madhe, një katastrofë atje. Problem i madh shumë. Amerikën, ojojojojoj. S'flasim. Kështu që bëm mirë me çik me gjuhën shqipe. Se gjuha shqipe është një nga viktimat e gjithë kësaj historie, se banalizimi edhe degradimi i gjuhës bie edhe mbi gjuhën shqipe. Mirë se erdhe, Gjush. Mirë se gjej. Faleminderit. E ke fushën të lirë, kështu që ndaj me ne çfarë dëshiron të ndash, duke filluar nga pse ju dedikove, si ju dedikove, kur ju dedikove këtij misioni. Për gjuhën shqipe mendoj që të gjithë edhe instinktivisht, mbase edhe pa e thënë ose pa ja pohuar as vetes, duam të ruajmë, duam të shohim më të zhvilluar, dhe siç e dim, kur kalojmë dhe kufin, kjo bëhet pak më e dukshme, domethënë ja themi dhe vetes që ky nuk është vetëm një hap që duhet ta mbash për vete, po duhet ta përcjellësh edhe të tjerët. Unë
jam me profesion arsimtare, do të thonë kam ushtruar këtë detyrë disa vite në Shqipëri dhe me vendosjen time në Amerikë kisha një farë tundimi, si të thuash, edhe të ndroj profesion, me që mundësitë atje të jepen, shkollimi mund të bëhet në çdo kohë. Unë jam vendosur në Amerikë diku në mesin e të 30-tave, por nuk ka mosh për arsimin atje dhe ndërkohë që doja, do të thonë kam pasur gjithmonë një farë dëshire që të kem një profesion tjetër, mendova që do ishte më e favorshme për mua që të filloj nga aty ku e kam një bazë. Dhe kjo është arsyeja të paktën për karrierën time, që unë ju futa arsimit dhe dhe punoj në arsimin publik në qytetin e New Yorkut. Ama kjo nuk ishte e mjaftueshme për mua, sepse për shumë të tjerë, ndërkohë që merr kualifikime shtesë, kualifikimin mund të them maksimal në fushën e arsimit, sepse aq është, mund të kesh 2 master, mund të kesh edhe doktoratur, dhe i shërben si edukator, si mësimdhënës ose drejtues shkolle, kinezit, arabit, spanjollit, të vjen edhe njëherë mbase edhe instinktivisht ajo dëshira, po shqiptarit pse jo. Dhe duke u nisur nga kjo, kam krijuar një shoqat, organizat që titullohet ose është emërtuar shoqata e 2 gjuhëve, shqip anglisht, gjithmonë pa lënë më njanë gjuhën vendase, gjuhën pritse, gjuhën e punës e tjetës, por që të jetë aty bashkangjitur me të në të njëjtin nivel edhe shqipja. Dhe fundjavat i kam dedikuar kësaj. Nuk është ky programi vetëm, ka programe të shumta që punojnë në këtë drejtim në New York, në të gjitha shtetet e Amerikës, dihet në Europë, por që secili mendoj që po të hedhin nga një gur në këtë drejtim, ne do ta bëjmë të mundur që shqipen ta ruajmë edhe ta zhvillojmë. Dhe mos të mjaftohemi me atë gjuhën e biseduar, me komunikimin e thjeshtë të përditshëm, por të bëjmë të mundur që fëmijët dhe të rinjtë tanë të mësojnë gjuhën në një nivel të strukturuar dhe në një nivel më të thellë që në komunikimin me vendin nam, mos të mjaftohen me bisedat të tilla që çfarë të pëlqen më shumë, por të dinë çfarë bëhet me vendin, të dinë cilat janë situatat konkrete, aktuale, cilat janë problematika, cilat janë mundësitë e zhvillimit, dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse gjuha njihet në një nivel më të thellë, sepse gradualisht ne brezi që e njohim mirë gjuhën, që u larguam me gjuhë të kompletuar, vjen pra rinia nuk mund ka mangësira, nuk mund të jetë në nivelin që kemi ne në të shkruarit, të lexuarit, por mbi të gjitha të menduarit, të arsituarit në shqip. Të mos kthehemi tek një përkthim i thatë që mund të vijë nga platformat e ndryshme. Dhe mendoj që kjo është mënyra edhe herë në kornizën e gjerë për ta trashëguar shqipen, edhe në mënyrat se si secili që ka gjak shqiptari mund të ndihmoj për vendin nam. Kam shumë respekt për gjithë sa thatë, por dua të shtoj diçka në pyetjen time për si e shikoni ju nga i pamja e impaktit, sepse sigurisht që nuk është e lehtë në atë teren që të vazhdosh të mbash ndezur flakën e gjuhës shqipe për më të rritë, për më të vegjëlit. Po si e shikoni ju në teren impaktin edhe sa e ndjeni ju që prindrit e kërkojnë këtë gjë për fëmijët e tyre? Përpjekjet e vazhdueshme kanë qenë të fragmentuara me gjenerata të tëra. Dëshira e prindërve shqiptar po rikthehet
Por i kthehet. Sepse si ka mundësi. Unë mendoj që sidomos fluksi i madh i shqiptarëve pas të 90-tave, ne ishim shumë të etur për të adoptuar në jetën e re. Dhe për gjuhët e tjera, gjuhët e huaja kanë qenë, domethënë, në modë në Shqipëri. Ne nuk e dinim që do hapin ndonjëherë Shqipëria. Ama gjuha huaj ishte, domethënë, do ishe më me kulturë, më me nivel në qofse e njihje një gjuhë huaj dhe kjo na ka shoqëruar gjithmonë. Atëherë, duke qenë edhe në një vend të huaj, natyrisht që të duhet edhe për të mbijetuar, edhe për të përshtatur me vendin, për të krijuar karrierën e re. Por tani, domethënë, shqiptarët nuk kanë më frikë që të tregojnë identitetin e tyre. Është edhe kjo një arsye tjetër, sepse shqiptarët janë afirmuar si njerëz të qytetruar, njerëz që kanë njohuri, kanë formim në fusha të ndryshme, janë afirmuar, flasim për Amerikën të paktën, nuk kam dyshim që është gjithandej në Europë, por janë afirmuar edhe si në fusha të ndryshme të shkencës. Nuk ka asnjë lloj profesioni, po thua që nuk e shqiptar dhe jo shqiptar që janë të përfshirë në një fushë saktuar, por që kanë edhe nivele drejtuese, kanë dhënë diçka më shumë në fushën kërkimore, në fushën shkencore, deri edhe në institucione të larta të vendit. Atëherë në këto kushte është kthyer, domethënë, edhe një herë është kthyer dëshira për ta njohur, për ta ruajtur, për ta trashëguar dhe mund të them që një faktor përveç patriotizmit është edhe hapja e botës tani në botën pa kufi, domethënë po rivlerësohet, por shikohet edhe një herë vlera e të njohurit të dy gjuhëve, qoftë kjo gjuhë anëtare, kjo e dyta, qoftë kjo një gjuhë huaj, por është një aset i çmuar që do t'i hap rrugë edhe individit, qoftë në Europë, qoftë në Amerikë, kudo. Politikat arsimore në Amerikë në fakt e favorizojnë ruajtjen e gjuhës, e inkurajojnë. Megjithatë nuk është se bëhet aq shumë si për çdo gjë tjetër. Amerika nuk të jep diçka të gatshme. Ai të thotë, ky është terreni, e ke të lirë, ke këto, të më thënë klauzola, mbijeto, po të duash. Dhe në këtë mënyrë ne kemi punuar shumë që mos të ngelemi në kuadrin e programeve të fundjavës, në drejtimin e gjuhës shqipe, por kemi arritur që në këtë vit të fusim gjuhën shqipe si gjuhë e komunikimit zyrtar të Departamentit të Arsimit në shkollat shqipe, komunikimi me familjet. Pra në faqen zyrtare çdo material që ekziston për familjet e nxënësve të arsimit parauniversitar është e përkthyer edhe në shqip. Dhe ose është e aksesueshme edhe në shqip. Dhe të mendojmë këtu që numërohen rreth 180 gjuhë që fliten në familjet e nxënësve parauniversitare në New York, nga këto 12 ose 13 bashkë me anglishten janë ato që njihen si gjuhë komunikimi zyrtar dhe shqipja është një prej tyre. Ne besoj që me të drejtë e quajmë arritje historike, sepse është diçka që i ka dhënë prindërve zë, është diçka që na bën krenar, por është një dëshmi që shqipja ka hyrë në një etapë të re, ku roli dhe vlerat e saj tani janë pranohen institucionalisht. Më kujtove momentin kur po e përshëndesja Bill Clintonin përpara se të kthehej, kur erdhi në Shqipëri dhe ishim te shkallët e avionit. Edhe më tha, më vjen shumë keq tha që kam ardhur kaq vonë këtu. Por tha, po iki tha me diçka shumë të vyrë me vete, që është një copë New Yorku në mes të Europës. Edhe mu lidhen këto, sepse e kam vënë re nga takimet me njerëz të ndryshëm, po dhe me këta që janë, si thosh, politikës të mediave në Amerikë, që sidomos në New York, që ka një ndryshim shumë të madh nga
po themi fillimet kur të paktën unë kisha mundësi të kontaktoja me këta njerëz, kur vjen puna tek shqiptarët. Donë kanë shumë më tepër, janë shumë më tepër të familiarizuar, i konsiderojnë realisht kështu si një komunitet me vlerë të veçantë në jetën e New Yorkut. Edhe janë sa herë që ndodh që të prezantohem me dikë, me një herë, jo për mua, për Shqipërinë, për shqiptarë, Albania, është shumë e vërtet kjo gjëja që lidhet pastaj sigurisht edhe me këtë, dhe kjo gjëja që thatë ju e njohjes gjuhës në 12 nga 180, vjen nga pikërisht, besoj unë, pesha e vlerës që shqiptarët kanë kriju në të gjitha lidhjet që kanë atje. Do vonë gjaku i ëmbël me fjalë. Si thuti? E kemi gjakun të ëmbël. Fjalën të hidhur për gjakun e ëmbël në fund ditës. Ashtu është. Patjetër. Ndërkohë kthehemi tek doktoresha. Tani se po e shikoja këtë karrierën e ke, etapat e karrierës i ke si libër në vete, nuk jam duke i lexuar të gjitha këto, po nëse mund të thuash pak si e ngjite këtë mal, nga e fillove? Atëherë, faleminderit për ftesën. Jam lind e rritur në Mamuras, edhe kam studiu deri në shkollën e mesme në Mamuras, edhe si gjithë edhe kolegët tjerë të mi, domethënë kanë emigruar në Itali. Dega i Meksikës është gjithmonë shumë e impenjuar, kështu që në Rom kam studiuar pasaj për 6 vjet. Kam filluar edhe kam bërë një pjesë specializimit pas 10 vjetëve në Rom, janë vitet më të bukura, domethënë nga viti 20 deri 30 vjeç, po i thoj edhe arbërit. Në Rom është shumë, jetohet shumë mirë edhe me studim, por edhe në qytet. Vendosa pastaj të zhvendosesha, bëra një periudhë në UK, në Manchester. Vendosa se gjatë vitet fundit specializimit i duhet përqendrohesh te një nga patologji që ta kesh çik më si më specializim, dhe vendosa që të dedikohem të tumoreve të mushkërive. Dhe atje bëra një periudhë në Manchester, në UK. Pasi përfundova specializimin tim, fillova... Ta pas ka lënë pak italisht ja njësi tim. Jo, vetëm unë jam e parë që do shkoj te shkolla që kthehem pastaj dhe në Milano bëj mjekësinë, në Milano bëj si mjeke onkologe, edhe jam aty që kam 7 vjet, domethënë që punoj atje. Që në 18 vjeçë Shqipëria më ka fut këtë dëshirën edhe për matematikën, se bëja olimpiada kudo, domethënë në Europë. Fakti i matematikës, unë nuk bëra inxhinierën se desha të bëj diçka më tepër, domethënë se inxhinieri për dhënë edhe çik ndihmë etj kur zgjodha mjekësinë. Gjithsesi numrat i kam pas gjithmonë qef, kështu që kur ika në Itali, në Milano, fillova një doktoraturë, edhe një mentore ime që është shumë e mirë, quhet Marina Gerasino, se i dedikojmë asaj gjithë karrierës time, tash është në Amerikë, domethënë ajo është kapu në Amerikë, po kam gjithmonë lidhje me të. Edhe kthy një ditë nga Madridi, tha, Arsela, tha, do të bësh gruan artificiale të grupit ton? Ço do të thonë, thash, domethënë para 7 vjetëve. Edhe jo se është kjo shkenca e re, domethënë e matematikës, se ti e di që të pëlqejnë numrat etj. Edhe që aty unë fillova te Politekniku i Milanos, që e kemi shumë afër, po domethënë kërkoja pakësitë etj, edhe gjeta një profesori shumë të mirë që e ka emrin Alessandra Pedroki, është mentore e ime tjetër teknike. Edhe fillova këtë doktoraturë në bioinxhinieri, edhe matematikë edhe inteligjencë artificiale. Ndalo këtu dhe më me ku e les, sepse parlamenti suedez pret kthimin e deputetit, ka një avion për të marrë në pak kohë, kështu që përpara se të lëshojmë drejt Suedis për të fluturuar si Shqiponja atë. Shoqen e ke shqiptare apo suedeze? Shoqen e kam në fakt nga Sanxhaku, i Malsis. I sheh fotot e babgjë shqiptare, ata që kanë qenë me plis, kanë fol shqip, por për fat keq, ne e dimi situata si ka qenë atje. Belisa nuk flet shqip, por përputhen për ademin ton, që të flet shqip, e kam trashëgimi dhe
vetë edhe emri im ma imponon. Dhe prindrit e mi që të flasim shqip, gjithmonë kemi flas shqip. Dhe sot do gëzoj, sepse kur isha me një moshë pak më të re, sepse në Suedi Djalit i flisnin, ti i flet shqip. E flas 2 herë. Çdo herë e tham suedisht shqip. Çdo herë do them çfarë them, i tham 2 herë. Djalit. Po e ma? Ja flet më shumë vetëm suedisht, edhe pse e flet gjuhën bosnjake, por më shumë komunikon me Ademin suedisht. Po ti pse ja thu 2 herë, ti thu shqip, ajo i thot suedisht? Sepse kam ndjekur edhe pak statistikat edhe kam shumë miq shqiptarë që vetëm flasin shqip me fëmijët e tyre derisa ti çojnë në qerdhe, por statistika thojnë ata që nuk e kanë, domethënë, vokabularin suedez me vete në qerdhe, ngelin dhe domethënë largimin ndaj fëmijët tjerë që janë që kanë me vete tanko. Ka nëna ajo që i flet suedisht. Po në rregull, por edhe unë i flas. Një kështu suedishtja kur flet me nënën nuk i mjafton çerdhe, i duhet edhe nga baba. Jo. Kështu e kam vendosur. Një e ke po, unë thjesht për kuriozitet. Një këshill shumë e shpejt do ishte më falni që ndërhyj që njëri prind të kemi profesionistën, mos flasun. Po, domethënë ai ta identifikojë njërin prind me njërin gjuhë dhe prindin tjetër me gjuhën tjetër. Sepse ai komunikon me ty në, domethënë ti nuk je i sigurt. S'është nevoja, ajo do e marri suedishten nga ama. Dhe ai duhet ta di që kur komunikon me këtë person është vetëm gjuha suedeze, kur komunikoj me babin është vetëm gjuha shqip dhe kjo e detyron atë që të mendojë në shqip, të përgjigjet, jo vetëm të absorbojë. Sepse gjithçka kam dëgjuar gjithmonë që njëri flet praktika, sepse ti duke ja thënë shqip dhe suedisht nuk e lë atë të mendojnë shqip. Edhe e tha Zysha. E morë vesh. E kuptova tërësisht. Ja, kjo është një diçka që ti do shkosh dhe ja thush dhe grus, që unë çuni do i flas vetëm shqip. Në rregull. Ti foli suedisht. Edhe jemi në rregull. Faleminderit shumë. Edhe një gjë përpara se të lëm të lirë. Patjetër, e kam edhe një pyetje të shkurtër tani. Po patjetër, po përpara se të lëm të lirë dhe një gjë tjetër. Partia Socialdemokrate aktualisht është në opozit. Po. Si i keni shanset për të kthyer në qeveri? Shansa janë të mira. Prej, domethënë, zgjedhjet e 2022-s në sondazhe, të cilët bëjmë vazhdueshëm, kemi qenë shumë para, po ne e dimë se zgjedhjet në Suedi gjithmonë bën shumë të afërta dhe shumë të ngushta. Sa më afër ditës zgjedhjeve, që janë në 7 orë, domethënë, bëjmë edhe akoma më bara, kështu që do jetë një garë shumë shumë e ngushtë, po besoj që ja dalim. Po do ja dilni vetëm o do ja dilni me koalicion? Tash qeveria aktuale del si koalicion edhe në fushat, edhe në zgjedhje. Ata do bëjnë koalicion me partinë ekstremiste apo? Tash s'kam vendosur edhe t'i fucin në qeverisje, se kanë qenë pjesë koalicioni, po kanë qenë jashtë qeverisë. Po, e mbështesin nga jashtë. Tani kanë vendosur edhe kanë nisur edhe negociatat kryeministri me partinë ekstreme djathtë për cila poste. Po gutën pak, sepse nuk do t'ju dalë ashtu. Po juve do keni një aleat tjetër apo vetëm? Jo, ne dolim vetëm, thojmë qartasi që vetëm një parti e përjashton, është partia djathtë ekstreme, për tjerat jemi të hapur edhe për atij që nga. Po si do t'i mundim ata duke qenë ata bashkë apo i kaloni? Besoj që i kalojmë, sidomos sepse partitë opozitare tani në sondazhe jemi gati 5% më të madh se sa qeveria aktuale. Problemi i qeverisë është edhe që një prej partive është ka shumë problem edhe marrëdhënie me këtë parti ekstreme dhe në sondazhe janë vetëm 2%. E kufiri për të kaluar në kuvend është 4. Kush janë 2% ekstreme? Partia liberale. Po ekstremët sa janë? Janë afër 18-19%. Janë partia e dytë më e madhe në Suedi. Mas jush. Mas neve, edhe pse distanca nga ne është e lartë, ne jemi 30%. Po Partia Socialdemokrate në Suedi sa vite qëndroi në pushtet? Ne kemi udhëhequr, domethënë shumicën e kohës që jemi shtet demokratik. Tani ka 4 vite që po bën 4 vite që kjo qeverisje udhëheq. Para saj kemi qenë 8 vite në pushtet, tani para saj ka qenë 8 vite. Kryeministri Erlander ka qenë kryeminist për 26 vjet. Po pra autokrat apo demokrat? Jo, është shtet më demokratik nuk ka. Po pra, si ka mundësi ai 26 vjet në pushtet në shtet demokratik? Çdo herë thuje çik atyre që na vjen. E kam një edhe këtë bisedë që nuk e kuptoj, të jemi sinqert, sepse zgjedhjet janë të lira, të hapura, dhe kush e fiton mandatin, kush punon me përkushtim. Dhe nëse votuesi sheh një përpjekje dhe sidomos një arritje, atë pse të vendos ndryshe? Jo, do të them
tre dhëna. Në parlament Shqipërisë, opozita ka folë më shumë se qeveria. Në mediat e Shqipërisë, opozita ka dalë më shumë se qeveria. Dhe në rrugët e Shqipërisë, opozita ka shkatru më shumë se sa të gjithë vandalet e tjerë në mbledhës bashku. Dhe kjo quhet autokraci. Gjithsesi. Më thuj pak çfarë pyetje do bëja mu? Përshëndetje ta përcjelli nga ish ministra jashtëm Anlinde. Kam ike, po. Kemi qenë në Ukrainë, në Kiev para disa jave, në një delegacion suedez. Thoshte duke shkruar një libër Anlinde, dhe tha kam një kapitull ku përmendet Edi Rama shumë. Oh. Ma shumë nuk lëshoj, por patëm bisedën dhe unë e di edhe dua ma shumë ta di edhe nga ona jote rolin e ish kryeministit Göran Persson për, domethënë, zhvillimin ton si politikan i ri, se si e kam kuptuar nga kolegët mi në partinë ton, ka luajtur një rol Göran Persson në zhvillimin e politikanit Edi Rama. A është vërtet kjo, se pari, dhe si ka qenë ajo marrëdhënie? Unë mendoj që Jorani është një nga njerëzit më të ditur që jetojnë. Dhe mes politikanëve besoj që është një nga yjet e politikës evropiane pas një diskutim mbas luftës dytë botërore. Domethënë një njeri me një spektër dije, por përveç spektrit dijes dhe me një sensibilitet politik dhe me një kuriozitet intelektual të jashtëzakonshëm. Unë nuk kam pas fatin të shpenzoj shumë kohë me të. E kam taku për herë të parë kur erdhi në Shqipëri. Erdhi me disa miq të tij që kanë bërë dhe një investim shumë të bukur këtu në Shqipëri, një destinacion turistik në Tepelen, ekologjik 100% jashtëzakonshëm. I thjesht, po gjithmonë plot, edhe vinë shumë edhe nga Suedia atje, mes maleve, dhe kemi pasi bisedë disa orë me të dhe u puq muhabeti, thonë shqiptarët, chemistry. Dhe pastaj kemi qenë vazhdimisht në kontakt. Në dy raste caktuara e kam kërku edhe i kam marrë mend për dy çështje dhe e kam dëgjuar me shumë vëmendje. I kam thënë që do e kisha ëndër të bëja një libër me të, se dia do realizohet, po është një pikë referimi për mu. Pra nëse unë kam një dilemë të caktuar, unë kam 2-3 njerëz që i pyes nga këta të mëdhejt, edhe ai është njëri prej tyre, edhe ai është jashtëzakonshëm, ai është, nuk e di domethënë, nuk ka sot staturat atilla, me gjithë respektin për ata që janë sot vërdall, ai është jashtëzakonshëm. Edhe më kujtohet kur u kthye se vajti në Tepelen, edhe u kthy nga Tepelena, pastaj u takuam. Pra nuk takimi i parë ka qenë kur ai u kthy. Natë ndarke domethënë u kthy. Pastaj ka ardhur prapë në Shqipëri dhe jemi taku edhe në Tepelen, kemi shku, po hera parë. Edhe më tha, shiko, unë tha, se udhtonte shumë, tani ka i çik problem me këmbën edhe nuk lëviz. Unë tha, jam turist politik, dhe unë tha, kur shkoj në një vend, përgatitem, shikoj të dhënat, edhe pashta prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë. Atë kohë kur ai ishte diku ke 21 miliard, mos gabohem, 22. Sot kemi 27.
Edhe tha, a thua tha që është aq tha? I thash unë jo, është aq se është më shumë, se kemi dhe pjesën informale. Nuk është më shumë tha, është shumë më shumë tha. Është shumë më shumë tha. Unë tha, i thash po nga e kuptove ti? Unë tha, nuk ka nevojë tha të bëj në një shkencë madhe tha. Di tha per capita tuaj, di prodhimin e përgjithshëm ta, di dhe sa jeni. Dhe nga Tepelena, nga aeroporti në Tepelena, nga Tepelena në Tiranë, unë nuk e kam patha asnjë makinë të standardeve të një vendi që ka këto 3 parametra. Asnjë. Makinat që kam pa në rrugë tha, janë tha për standarde të një vendi që këto parametra i ka më të lartë. Të dyja, se popullatën okay. Pra, për mua tha, është tha, mos them tha 2 fishi, po 75% minimumi më shumë se sa që është ajo që juve dini. Dhe kjo është vërtet, Shqipëria është shumë, në Shqipëri kam shumë më shumë se sa thuhet zyrtarisht, dhe dihet zyrtarisht. Është pjesë e informalitetit, por është diçka tani mbase është ulur, jo mbase, po tani informaliteti është ulur dhe në farë mënyrë, po prap. Kjo ishte përgjigjja ime. Shumë ishte. Unë po t'isha politikan suedez i partisë socialdemokrate, unë nuk do lija rast pa shku, pa e taku atë njeri dhe pa i kërku men. E pa e dëgju, e pa i ble menjen. Kemi se i shmanget shumë edhe skenës politike tani. E shofim ne edhe si partisë si shumë bravo. E di çfarë kam bërë për shumë? Se më vinte të merë që nuk e kuptoja që a thoshte në suedisht në për ato YouTube-et. Se janë në YouTube ca debatet ti për para zgjedhjeve të tjera. Që kur doli kjo inteligjenca artificiale që ti... I shef tani. Por që ti fut videoja bëhet transkript, transkriptin e kthen në anglisht, nga suedishtja, edhe lexon ç'a thot. Superb. Ja, është orator. Dhe ai më ka thënë një gjë për shembull që politika është ushtrimi më i sofistikuar intelektual. Which is true. Për ata që e bëjnë me pasion dhe që e bëjnë me gjithmen. Se pastaj ata që shkojnë në parlament dhe që shajnë, për ata është ushtrim banaliteti. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Kthehemi tek Zysha. Nëse do ishe në vendin tim, ç'a do bëje për këtë fushën tënde? Për ç'a do bëje për ta mbështetur veprimtarinë e mësuesve të shqipes? Do filloja me çfarë do bëja në Amerikë. Për këtë fushë patjetër, sepse është ka veçanti, domethënë nuk mund të themi që është e njëjtë me atë që duhet bëhet në Europë. Suksesi i dytë përsëri historik i këtij viti që ne kemi arritur në New York është hapja për herë të parë klasës dy gjuhëshe, dual language, two-way immersion language, që është përtej bilingual, klasave bilinguale. Dhe immersion është gjithëpërfshirëse. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që një klasë shqipe është hapur në shkollë publike amerikane. Mësimi shqip tani nuk kufizohet vetëm me anën gjuhësore, por përfshin të gjitha lëndët, matematikën, shkencën, të lëndët shoqërore të gjitha, dhe këto gjua këtu përdoret në një balancë të plot 50 me 50. Këto janë modele që ekzistojnë në Amerikë, kanë qenë për gjuhë të ndryshme, të shumta mbase, por është hera e parë që ne arritëm ta fusim këtë në shqip. Presupozohet ose rekomandohet që këto klasa të hapen që në
klasën e parë, të filloj që nga fillestare, sepse nxënësit përgatiten jo vetëm nga ana gjyqësore siç e thash, por edhe në nivelin akademik. Pra, dhe duhet të rrinë minimumi 5 deri në 6 vite. Domethënë prindrit kur regjistrojnë fëmijën në këtë klasë duhet në një farë mënyrë të konfirmojnë që ky fëmijë do rrinë në këtë program 5 deri në 6 vjet, që sipas studimeve është periudha minimale për të mësuar një gjuhë. Edhe herë, për të mësuar një gjuhë, domethënë në nivele më të thella, jo thjesht për të komunikuar gjuhën e përditshme. Ajo që do bëja unë për New Yorkun fillimisht është që do krijoja mundësi që ky program të shtrihet në të gjitha boroughs e New Yorkut, të gjitha njësitë administrative. Nuk dua të them lagje. Ju e dini shumë mirë. Domethënë është projekt që është dërguar në Departamentin e Arsimit nga unë, thjesht domethënë nga njohuri që kisha për klasa në New York apo. Po, në New York. Është miratuar, mori një farë kohë relativisht të gjatë. Në bashki. Në bashki, po, sepse Departamenti i Arsimit është domethënë pjesë e bashkisë. Edhe në tryezat e rrumbullakta me vetë majorin Adams, edhe me Chancellor, siç e thatë dhe ju, domethënë kemi treguar që nxënësit shqiptar kur kanë mjetet e nevojshme arrin të shkëlqejnë. Dhe jo vetëm për veten e tyre, për familjen e tyre, por kanë çfarë të kontribuojnë edhe në atë qytetin gjigant. Dhe këto janë edhe me statistika. Tani në procesin e regjistrimit, si klasë e parë, domethënë që u hap për herë të parë, kërkesat kanë qenë përtej parashikimeve. Jo vetëm kjo klasë është hapur në Bronx, por sa shqiptar ka edhe në Manhattan, edhe në Brooklyn, edhe në Queens e tjera me radhë, dhe kërkesat kanë qenë edhe herë tej parashikimit dhe kanë qenë jo vetëm brenda qytetit, por edhe nga Westchester. Familjar që domethënë ishin të gatshëm që ta shoqërojnë fëmijën për tërë vitin shkollor çdo ditë të vitit, sepse kur themi që përdorimi i gjuhës është i balancuar midis anglishtes dhe shqipes, do të thotë që gjuha shqipe përdoret çdo ditë, ose është gjysma e ditës shqip dhe gjysma anglisht, ose është një ditë anglisht dhe një ditë shqip. Dhe arsyeja që kjo fillon nga klasat e hershme dhe është që ato të fillojnë me gjuhë bazike, por me termat akademike, shkalla e vështirësisë dhe njohurive rritet ka programe që kur them 5-6 vjet është minimumi, po ka programe si gjuha kineze dhe gjuha spanjishte që kanë arritur dhe vazhdojnë të jenë për dekada me radhë deri në përfundimin e maturës. Pra mbyllet plotësisht cikli i arsimit para universitar. Dhe po ta marrim këtë edhe në aspektin e ruajtjes ose trashëgimisë së gjuhës, ka një ndryshim thelbësor midis programeve dhe gjuhës që mëson, domethënë gjuhën e përditshme edhe herë me gjuhën akademike. Por duhet të themi që kjo mund të përhapet në të gjitha lagjet e New Yorkut, jo vetëm që mund të përhapet, por është një dëshirë e familjeve shqiptare. Kapacitetet, ja, do flasim dhe, por është një program, programet dual language lejohen, aplikohen në 44 prej Shteteve të Amerikës. Jo, a ka kapacitete për të mësuar në Shqip gjithë të lëndë? Unë e kisha fjalën që kur lejohet në 44 shtete të Amerikës, do të thotë që ne gradualisht mund ta zgjerojmë edhe në... Për lejimin e kuptojmë, po a ka kapacitete, domethënë ka mësues kaq shumë atje që ta bëjnë... Tani mësuesit duhet të jenë certifikuar, të licencuar në arsimin e shtetit New Yorkut. Por ka një kërkesë shtesë që duhen 15 pikë, 15 kredite në këtë programin. Gjithsesi, ato që e njohin gjuhën dhe që natyrisht ka përgatitje profesionale, professional development, do të thonë që i ndihmon vet i ka sistemi, nuk është e detyrueshme që këto të fillojnë ta kenë atë shtesën, ato 15 pikët e gjuhës shqipe që ditën e parë. Ju jepet një periudhë, një afat 3 vjeçar që ato ta marrin. Mbi licencimin, sepse këto janë pjesë e programit të shkollës publike, drejtohen, kontrollohen, menaxhohen dhe përgjegjësia e rezultateve të nxënit bie prapë mbi shkollën amerikane. Pra, mbështetja është ajo që ne po ta vija edhe një herë veten në një pozicion që kam çfarë
të bëj ose çfarë vendime të marr, është që do shikoja mundësit për të hartuar materiale shtesë, sepse mësimi është i njësuar me kurrikulën dhe standardet e shtetit të New Yorkut. Pra, në qoftë se sot nxënësi ka mësuar për thyesat në anglisht, nesër ai do mësoj jo të njëjtin mësim të thyesave në shqip. Do shkoj domethënë një nivel tjetër. Me Bashkinë e Re tani keni kontakt? Akoma me majorin e më parshëm na kemi pasur edhe tryezat rrumbullak, nuk kemi, por ne jemi tani në një fazë që me pak punë me komunitetin, ne mund të gjejmë, ka mësues të licencuar që edhe nuk janë perfekt, mbase nuk e kanë këtë 15 kreditin ose pikshin, por që ka një afat që do ta marrin. Dhe me që prindrit e duan një program të tillë, me që ky është program që shkon nga shtatori deri në qershor dhe vitin tjetër e tjetrin, siç e tham dhe më parë, është një aset thjesht edhe sikur të dish dy gjuhë, qoftë kjo amtare, qoftë kjo gjuhë e huaj, por është mënyra më e mirë që ne të sigurojmë një nivel të ruajtjes së gjuhës. Unë nuk jam, do të thënë, joja gjuhës ka basic interpersonal communication skills, ka dhe cognitive academic language proficiency. Ka përcimi nga kjo e para nga BICS në CALP, është ajo që e dallon këto programe dhe mundësit janë. Një gjë tjetër që duhet shtuar këtu, e di që flitet për një platformë digjitale për mësimin e gjuhës mbar botror, dhe që do ta ndihmonte shumë rritjen e nivelit, prurjet e nxënësve, sepse ka më shumë komoditet natyrisht duke qenë online, por në rastin ton duhet një shtojc që këto standardet e mësimit të gjuhës amtare të përshtaten, të jenë aligned me standardet. Dhe kjo do ishte specifike për Amerikën, jo vetëm për New Yorkun. Por duke menduar New Jersey, Connecticut, ato paktën 3 shtete që janë plotësisht të gatshme për këtë, mendoj që është një hap madhor drejt rritjes së cilësisë, drejt rritjes së kontingjentit ose të përfshirjes së nxënësve. Gjithsesi kjo është e lidhur, sa kuptoj unë, në masën më të madhe me administratën atje. Dhe ajo që unë mund të premtoj është që besoj që mund ta premtoj, të paktën përpjekjen do ta bëj dhe jo në hava, po sepse kam një ide se si, për të organizuar një takim me kryetarin e ri të bashkisë, edhe për ta shtruar këtë temë. Do ishte shumë. Ndërkohë që nga ana ime, me ndihmën tuaj, do t'i çoj një brief se për çfarë bëhet fjalë, edhe pastaj you take it from there. Unë mendoj, po e them me kompetencë, që dera është e hapur tani, përderisa, do të thënë, gjuha shqipe ka hyrë në sistem. Jo, që do zyrtarizohet. Ndërkohë, s'len zyshat me folë të marrë parë, ide fjalën. Flasen shumë gjithmonë. Ndërkohë, çfarë mund bësh ti për Shqipërinë duke qenë atje? Pyetje shumë e rëndësishme. Mund të them që ka këtë periudhë, me thënë periudhën e fundit, sidomos ne bashkë me skuadrën e re kemi fondu një The European Society of AI and Cancer Research. Kam dash gjithmonë, edhe pse para ca viteve, kam 4 vjet që frekuentoj QSU-tën, kemi bërë projekte, me thënë, për anën onkologjike. Kemi bërë gjë programe, dhe më thënë, shumë aktive, kemi qenë në Institutin e Tumorit të Milanos, kemi hartuar një dokument për binjakëzim, por një binjakëzim / tutoraxhi në qyrim neve, dhe më thënë, dhe kemi hartuar 4 programe shumë të rëndësishme, duke filluar që nga protokollet dhe terapitë inovative. Digitalizimi, ju e keni edhe eksperimentuar, është një nga gjërat më të rëndësishme sot edhe për punën e numrave dhe të pacientave edhe të terapive.
Dhe nga një ana tjetër, gjë e rëndësishme, terapitë inovative që në anën e kancerit janë shumë të rëndësishme, por nga ana tjetër janë edhe të kushtueshme, kështu që duhet bërë edhe pak cost effective, por njerëzit shqiptarë duhet edhe dinë cila është, domethënë, niveli i onkologjisë që unë mund të siguroj, domethënë, unë di që në nivelin publik, unë e di që të paktën atë unë duhet ta kem. Pastaj nuk është se mund të sigurojmë çdo gjë, por të paktën duhet të jetë çdo gjë se kanë as në Itali, patjetër. Edhe kjo që po bëjmë ne, të kërkojmë edhe të krijojmë procese, domethënë proceset edhe binjakëzimet. Instituti i Italisë është publik, kështu që është një shembull, po kemi qenë gjithë afër, domethënë Italia, Shqipëria. Nga aty kemi binjakëzuar, tash po fillojmë edhe me AIFën. Kemi bërë me 23 mars takimin e parë me gjithë presidentat e AIFës, edhe unë erdha si pjesë e delegacionit, domethënë nga Italia, për punë e terapive inovative. Të shikojmë edhe aty se cilat janë procese që ata përdorin. Dhe besoj se nëse këto 2-3 nivele që po vendosim në 2 vitet e para, kemi vënë edhe sa objektiva, milestones në 2 vitet e para dhe 4 vjetet që vijojnë, besoj që atë që po bëjmë, që ose don Zoti, mund të jep domethënë një pjesë shumë e rëndësishme, sepse onkologjia edhe gjitha sëmundjet e tjera kanë nevojë normalisht, por onkologjia e dim shumë mirë që ka problemin edhe terapive që është shumë e rëndësishme. Kemi bërë shumë plane dhe po aktivizohemi. Unë me vullnetin tim, domethënë kam duhet ta bëj këtë gjë si pjesë e misionit, se nuk duhet të jem. Në Itali kam bërë disa gjëra, domethënë siç e kam në laboratorin tim, që jam mbi 35 veta, në Institut Tumori është laboratori i parë publik mbi AI Cancer Research. Mas meje du të them se është rëndësishme, është italiani, por është Roberto, është burri, por është njëri që është mas meje dhe më ka dedikuar jetën gjithë ato 18 vite. Dhe më ka dhënë 2 fëmijë shumë bukur, që është edhe nuk është më thjesht për ne nanat me qenë edhe në karrierë atje në Itali dhe me të drejtën. Të falenderoj shumë, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi, privilegj, nder. Këto ishin të rejat nga podcasti me një deputet nga Parlamenti Suedis, me një mësuese këmbgulse të shqipes në Shtetet Bashkuara, pjesë e zinxhirit të heroinave të heshtura që mban gjallë flakën e gjuhës shqipe nëpër botë. Dhe me një mjeke të shuar shqiptare në Itali, e cila siç e pan ata që ndoqën deri tani, mbetet e përkushtuar për të bërë të sajën dhe për të mos e lënë vetëm për Italinë dijen, eksperiencën dhe talentin e saj, po për t'ja dhënë një pjesë edhe Shqipërisë në këtë reformë të rëndësishme dhe për realizimin e një ambicie të madhe që ka të bëjë me ngritjen e sistemit tonë kombëtar të luftës kundër kancerit.